Atëherë, nëse keni 2 banane që janë gati që po prishen, unë nuk i hedh. Bëj muffin për veten time, me qenë se unë jam bërë dietologe për Zotin, po bëj shumë gjëra, këto po i bëj për mëngjes, që çdo mëngjes ta na një se unë hadha ato semi dikia, po na që po prisheshin bananet dhe preferova që të bëja diçka ndryshe. Kam shtypur 2 banane, i kam hedhur 2 kokra vezë brenda, janë dietetiko, nuk kanë as miell, as vaj, as gjalp, as një gjë. Vetëm banane, vezë, i kam hedhur, ky është miell orizi, po ky s'është asgjë, nuk është miell, themi 2 luk. Mund ta përdorsh, as sheqer, as mjalt, as një gjë nuk i kam hedhur brenda. I trazoj mirë, si që shikoni. Edhe i kam vendosur dhe kakao amaro. Nuk është ere parë që i bëj, unë edhe vjet i kam bërë shpesh që i kam ngrënë, edhe po në ajo që unë kisha ndaluar dietën, edhe nuk kisha bërë me, dhe më përpara nuk bëja video që t'i hidhjam se Instagramin e kisha privat, këtu i kam hedhur një lug plur frysh, që i thoni është lievi, do i themi në këtu në Itali, nuk më vinë shqip, më vinë keq. I trazoj mirë, që të vi si tip kreme, edhe ja si erdhën. Tani do mbushim këto, të bëjmë muffin. Muffin a modo mia, në mënyrën time. Rëndësi ka që mos të edhim gjërat poshtë, se gjuna i ble me lek, me zi punojnë gjithë ditën. I kam hedhur dhe pak gocce di cioccolato, lartë, se kjo është çokollatë fondente dhe nuk të bën asnjë gjë, biles të bën mirë për zemrën, që ti normal mos ta egzagerosh, po që edhe ja. Dolën super. Tani do t'i fus në furrë, edhe i shikoj më vonë, shihemi më vonë gocani. Ja si dolën, wow, dolën më të mira, edhe më diqni se sa i nxorë nga furri. Doja të bëja atë unë që t'i prekja me dorë, dhe ja si dolën mi goca. Pa miell, pa asnjë gjë, ka ndalë super. Shiko. Dhe këtë do ta ha nesër mëngjes, natën, dhe kush ka dëshirë të më ndjeki,